Aktualisht po merremi me lëndët që kanë ardhur nga raporti auditimit në komunën e Gjakovës. Kështu shpreh Shpresa Bakia, kryeprokurore e prokurorisë themelore në Gjakov. Nga komuna e Gjakovës kemi marrë 3 denoncime penale për 3 raste të ndryshme, në të cilat auditori i përgjithshëm ka konstatuar mangësi dhe mundësi të keqpërdorimit të mjeteve financiare. Për atë arsye, ne jemi në fazën e grumbullimit provave edhe identifikimit të kryesve të mundshëm për këto vepra penale. Masi të grumbullohen faktet, atëherë do të formohen lëndë e veçanta për secilin rast ndaj personave për të cilët zbulohen që kanë kryer veprime kundërligjore. Periudha e hetimit është mjaft e gjatë ligjore që na jep të drejtë ligji deri në 2 vjet me hetu, por që unë besoj që asnjë lëndë se kemi qenë deri në 2 vjet, nuk do t'i çojmë as këto, do të kçyrim afatin më të shkurt mundshëm për me mujtë mi hetu këto lëndë dhe mi dorëzu akuzat në gjykatë. Bakia vlerëson se ditët e fundit është shtuar numrin lëndëve, por këtë pushim nuk ka. Tash kemi më shumë qytetarë të cilët janë ardhur në vendbanimet e tyre, edhe aty ka pas mundësi të lindjes konfliktit për prona të ndryshme, raportet tjera të këqija të cilat kanë rezultuar me rrahje, kemi aksidente komunikacionit shumëta, ku disa kanë pas për pasojë edhe fatalitet. Paralelisht me lëndët e reja, po trajtohen edhe ato të vjetrat, siç është rasti i vrasjes në Marmull si dhe ekzekutimit të Elvis Pistas. Vrasjen e fundit që ka ndodhur në Marmull, e kemi personin e dyshuar, por që ende nuk është arrestuar, për arsye se ai ka ikën nga vendi i ngjarjes, është në arrati edhe deri në momentin që të kapet nga organet e ndjekjes, atëherë do të shkojmë atutje. Për Elvis Pristën, po ashtu jemi në konsultim me drejtorinë e qendrës në Prishtinë për krime të rënda. Jemi në fazën e grumbullimit jo të provave, po të hetimit plot për arsye se janë ndërmarrë një seri veprime hetimore, janë intervistu mbi 40 e sa dëshmitar, por që ende nuk kemi mund mi ashtu identifiku kryesin e mundshëm. Por ndryshe, Prokuroria Themelore në Gjakov ka jurisdiksion mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë dhe mbulon territorin e Gjakovës, Malishevës dhe Rahovecit. Prokuroria udhëhiqet nga kryeprokuroria dhe ka 8 prokuror.